27 vite më parë në fshatin Reçak të Shtimes, forcat serbe vranë dhe masakruan civil të paarmatosur, gra, pleq dhe fëmijë, duke kryer një nga krimet më të mëdha të luftës në Kosovë. Masakra e Reçakut tronditi opinionin botëror dhe u bë pikë kthese për ndërgjegjësimin e diplomacisë ndërkombëtare mbi krimet që po kryheshin në Kosovë. Ish shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s, ambasadori William Walker, e cilësoi këtë akt si krim kundër njerëzimit. Ndërkohë, drejtësia po kërkohet edhe sot. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, pas homazheve që bëri në kompleksin memorial në Reçak, është zotuar se nuk do të ndalen së kërkuari drejtësi për krimet që Serbia kreu ndaj popullit shqiptar. Jemi këtu bashkë si krerë të institucioneve, edhe me kryetarën e komunës, edhe me kolegë nga qeveria e parlamenti, por edhe me zyrtarët e tjerë të shtetit, që të shprehim dhembjen tonë për këtë plagë të hapur, së cilës ende i mungon drejtësia, por njëkohësisht edhe për kushtimin tonë që gjithmonë do të jemi të angazhuar për të sjellur kriminalët para gjyqit dhe për t'i ndëshkuar ata për mizëritë e para 27 vjetëve. Ndërkaq, presidentja Vjosa Osmani ka theksuar se masakra ndaj 45 viktimave ishte dëshmia e gjallë se Serbia synonte që të zhdukte popullin shqiptar nga faqja e dheut. Dhimbja është e freskët për familjet, por është në fakt po aq e freskët për gjithë popullin e Kosovës, sepse akoma nuk ka pasur drejtësi për krimet që janë kryer këtu, por edhe në pjesë tjera të Republikës së Kosovës. Edhe pas 27 vitesh, Serbia vazhdon me po të njëjtat politika dhe me po të njëjtën mendësi, sepse mohimi i krimit, siç po bëjnë ata me mohimin e krimit të Reçakut, është krim i dyfisht. Kujtojmë se në dhjetor të vitit 2025, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 21 personave me propozim për gjykim në mungesë për veprën penale, krimi luftës kundër popullsisë civile, lidhur me masakrën e kryer më 15 janar 1999 në fshatin Reçak të komunës së Shtimes. Sipas akt akuzës, të pandehurit akuzohen se gjatë një operacioni të forcave policore dhe ushtarake serbe kanë vrarë 42 civil shqiptar, si dhe kanë kryer edhe trajtim çnjerëzor, shkatërim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik. Pas masakrës së Reçakut është shtuar presioni ndërkombëtar mbi Serbinë, ndërsa 2 muaj më vonë NATO-ja nisi fushatën e bombardimeve ndaj forcave të ish Jugosllavisë.